nga agjerimi, pra është e udhës që ne të njoftojmë në pika shkurta për një CV apo për një biografi të shkurtë të profesorit të doktor Sadat Efendi Islami. Sadat Islami ka lindur në Voshtre në 05/02/1981, shkollën fillore e mbaroi në Voshtre, ndërsa të mesmen në Tesina Laudin në Prishtinë. Kursin e gjuhës arabe ka kryer apo përfunduar në Kairo të Egjiptit. Fakultetin e studimeve islame në drejtimin Usuluddin e ka mbaruar në Brunei. Gjatë kësaj kohe 2 herë është zgjedhur studenti më i dalluar në fakultet, ndërsa në vitin e fundit të studimeve është zgjedhur njëri ndër 10 studentët më të mirë të universitetit. Pra kemi pas lejen që Sheikh Sedatin ta kemi shok dhe kolegë të studimeve që kemi qenë bashkë pra në Brunei. Studimet pas universitare i ka vazhduar në Kosovë, në Universitetin e Prishtinës, ku ka magjistruar në sociologji, për të kthyer sërish në Brunei. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pasha mëshira dhe bekimet Allah të qofshin me ju, falenderimet tona së gjithmonë janë për Allah, që flot nërsa për shëndetit, janë për Zotin e njerëzimit, Muhammedin, familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në Arshën. Do doja që përfitoj nga rasti dhe sigur që është edhe etik fetare, të falenderoj Hoxhën për këtë ftesë të bukur që na ka dhënë. Është sigurisht në si e madhe që të jemi bashkërisht me ju, për shkak se ajo që na bashkon është fjala e Zotit. Edhe të ndash kohë për fjalën e Zotit, të flasësh për fenë e Zotit, gjithsesi se është vlerë. Por unë sot ju them në drejtë, po përjetoj një emocion paksa më ndryshe për shkak se afër meje kam një njeri të veçantë, Hoxhën Sadet, i cili është për ndryshe djali profesorit tonë. Prandaj është e pamundur që me qenë kaq afër dhe mos me pas një përjetim për dikë që unë mendoj se gjithë muslimanët e Kosovës i janë borxhe të njeriu. Kushdo që ka njohur Hoxhën Bajrosh, pa lajka, Zoti është i madh, pa lajka e përmendi Hoxha Islam që unë jam pjesë e redaksisë Batës Islame, që është një prej revistave më të njohura. Dhe është vërtet knatësi kur atë e sheh si një pionier i fjalës së shkruar, si një hoxh, si një alim i cili ka meritat pa diskutueshme. Tema për cilën unë sot do të flas para jush, edhe pse e kemi menduar që të jetë pjesa e dytë, por Zoti shpërblet Hoxhën për respektin, ka të bëjë me mësimet edukative të agjerimit. Sigurisht se keni dëgjuar, keni lexuar për agjerimin dhe keni parë se agjerimi është urdhër. Allahu ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum." O ju që keni besuar, agjerimi është bërë obligim për ju siç ka qenë për popujt para jush. Agjerimi është njëra prej 5 shtyllave të Islamit. Agjerimi është prej atyre veprave që kanë shpërblim të jashtëzakonshëm. Pra ka një shpërblim ndryshe nga vepra tjera. Allahu ka thënë në hadith qudsi: "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Agjerimi më përket vetëm mua dhe vetëm unë shpërbej për të. Shpërblimi i Zotit për agjerimin është i pakrahasueshëm. Agjerimi është përveç këtyre i pakrahasueshëm edhe në shpërblim, por edhe në reflektim. Muhammed alayhi salatu wassalam ka thënë: "Alejke bis-siyam fa innahu la idlala." Agjero, nga se nuk ka vepër që është e ngjashme me agjerim. Agjero, nga se nuk ka vepër që krahasohet me agjerimin në shpërblim, po edhe në ndikim. Pra mënyra se si agjerimi na edukon neve, mënyra se si agjerimi reflekton tek ne, është e veçantë. Prandaj edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka ndaluar nga ky aspekt. Ajo që po dua të them ndërkohë vëllezër, është se agjerimi edhe pse manifestohet duke largu ushqimin dhe pijen, këto nuk janë qëllimet e tij. Agjerimi edhe pse kryhet duke praktisur bukën dhe ujin,
për një periudhë caktuar, siç definohet agjerimi, megjithatë qëllimet, synimet, objektivat e agjerimit janë krejtësisht tjera. Janë përmbledhura me një fjalë të vetme, prej së cilës pastaj tekzohen mësime të shumta. Allahu ka thënë la'allakum tattaqun, që ju të jeni të devotshëm. Pra, agjeroni, sepse nëpërmjet agjerimit ju bëheni të devotshëm. Dërruar vëllezër, me pak fjalë, me përmbledh atë ajkën, thelbin, esencën e këtyre mësimeve të agjerimit, që konsideroj se partej asaj që dikush mundet me marrë si parë, se nga ngarkesë agjerimi do të shndrohet në diçka që na edukon, diçka që nuk është barë, por është lehtësi. Secilën vepër të cilën e bën njeriu është për ta. Me përjashtim të agjerimit, fejnë e uli u anëzime. Agjerimin përket mua, më takon mua, dhe unë jam ai që shpërdej për të. Ne dim se në të vërtetë gjitha veprat janë për Zotin, po namazi është për Zotin, zekati është për Zotin, haxhi është për Zotin, sadakaja është për Zotin. E pse u veçua agjerimi? Ku qëndron sekreti, urtësia? Dhe të fakti i organizimeve të tyre të gjata që i kanë bërë para dhe pas Ramazanit, nënkupton se ata kanë dëshiruar ta shijojnë muajin e shenjtë të Ramazanit gjatë të vitit. Në çfarë forme? Kështu. 5 muaj para muajit të shenjtë të Ramazanit kanë bërë përgatitje për me i shprehë se ardhi muaji të shenjtë të Ramazanit. Një muaj e kanë agjëruar për çfarë muajin e Ramazanit, dhe 6 muaj të tjerë e kanë përcjell muajin e shenjtë të Ramazanit. Në mënyrë që gjatë tërë vitit me i shiju begatit dhe dhuntit të mira e muajit të shenjtë të Ramazanit. Të nderuar vëllezër, unë do të fokusohem shkurtimisht në 3 pika. Për të njësa u konsultuam edhe me hoxhën për përkatësisht imamin e xhamisë tonë, që të përzihen njërin prej temave të Ramazanit, ajo është historiku i agjerimit edhe tek umetet e mëparshme. 3 pikat në të cilat do të fokusohemi për me rikujtu historikun e agjerimit në përgjithësi, do të përmendim historikun e agjerimit tek pejgamberët e mëparshëm, prej Ademit alayhis salam deri tek Isa alayhis salam dhe umetet e tyre. Pika e dytë, agjerimi i popujve të tjerë para Jeruson, të cilët nuk kanë qenë pasues të librit të krishter apo hebrej, edhe pika e tretë, agjerimi tek umeti i tyre Muhammedit alayhis salam. Mbas të vlerësimeve të dietarëve të shkencave islame, na vjen me dije se agjerimi është i vjetër, po ashtu është edhe njeriu i vjetër. Do të thotë, agjerimi ka filluar prej njeriu të parë, Ademit alayhis salam, ka vazhduar të gjithë pejgamberët e tjerë dhe tek umetet e tyre gjithsesi. Ademi alayhis salam ka agjeruar kur Zoti i madhëruar atë e ka zbritur në tokë, përkatësisht e ka nxjerrë nga xheneti i veçantë ku ai ka jetuar përkohësisht, dhe pasi ka dalë nga xheneti ka agjeruar dhe në shenjë respekti dhe falënderimi dhe mirënjohje ndaj Zotit të madhëruar, ai ka agjeruar për shkak se është penduar. Zoti i madhëruar ja ka pranuar pendimin, dhe Ademi alayhis salam ka shprehur mirënjohje dhe falënderim ndaj Zotit të madhëruar.
Njëri prej dietarëve të mëdhenj për shkencave islame është edhe Imam As-Suyuti, Zotë e mëshiroft, i cili tregon se si Ademi alayhis salam ka agjëruar 10 ditë të çdo muaji të vitit. Po ashtu njëri prej dietarëve të shkencave islame është imami i njohur Ibn Rajab al-Hanbali, i cili tregon se të gjithë pejgamberët kanë agjëruar. E në tekst të veçantë e veçon agjërimin e Nuhut alayhis salam, i cili pasi që është ndodhur në anijen e tij në kodrën Xhudi, e ka agjëruar atë në shenjë falënderimin ndaj Zotit të Madhruar. E cila ditë, sipas versimeve të dietarëve të shkencave islame, i bie 10 Muharram, e cila ditë ka rastisur të jetë edhe dita në të cilën Zoti i Madhruar ka shpëtuar Musain alayhis salam edhe Bani Israilit nga armiku i tyre i madh Faraoni. Kanë vazhduar të agjërojnë edhe pejgamberët e tjerë. Në lidhje me agjërimin e Davudit alayhis salam, pejgamberi jon Muhammed alayhis salam, në një hadith bën me dije kështu edhe thotë: Inna ahabba as-siyami siyamu Dawud, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Agjërimi më i mirë ka qenë agjërimi i Davudit alayhis salam, i cili një ditë ka agjëruar e një ditë nuk ka agjëruar. Ky hadith të shkon qartasi se agjërimi në përgjithësi ka qenë prezent edhe të pejgamberët e mëparshëm e edhe të umetet e tyre. Po ashtu edhe Sulejmani alayhis salam ka agjëruar çdo muaj nga 9 ditë. 3 ditë ka agjëruar në 10-shën e parë të muajit, 3 ditë ka agjëruar në 10-shën e dytë të muajit, edhe 3 ditë ka agjëruar në 10-shën e tretë të muajit. Kjo është dëshmi e argumentimit në përmjet ajetit kuranor të kapitullit Al-Baqara, të cilën edhe hoxha e nderuar e lexoj, se si Zoti i Madhruar po na bën me dije në njërin prej pjesëve të këtij ajeti, kema kutiba ala alladhina min qablikum. Ashtu siç ka qenë obligim edhe të umetet e mëparshme. Obligueshmëria ka qenë e përbashkët të gjithë pejgamberët. Kurse forma e agjërimit mund të ketë ndryshuar, por nuk ka ndryshuar obligueshmëria e agjërimit, ka qenë prezente të gjithë pejgamberët. Kanë vazhduar të agjërojnë edhe pejgamberët e tjerë, siç është edhe Isa alayhis salam, po ashtu kanë vazhduar të agjërojnë edhe umeti i tij, ata të cilët kanë qenë të udhëzuar. Përmendim historianët në lidhje me historikun e agjërimit, se si mund të ketë ndodhur ndryshimi me ndërhyrjen afër të cilën e ka përcaktuar Zoti. Duhet të theksoj se njëra prej veçorive të umetit të Muhamedit alayhis salam, prej umeteve të pejgamberëve të tjerë është edhe se në umetin e Muhamedit alayhis salam ne asnjëherë nuk kemi bërë ndryshime në atë të cilën Zoti e ka përcaktuar, ka urdhëruar. E as nuk është bërë kurrë ndonjë tentativë e tillë prej sahabëve, gjeneratave të tjera të ardhura deri më sot. Kurse umetet e mëparshëm të kohë, vlerësojnë historianët edhe bajnë në dije se disa gjenerata, disa personalitete që kanë pas ndikim në për grupe shoqëri të ndryshme të kaluarën, kanë bërë ndryshimin e përcaktimit të agjërimit për shkak se ka rastisur në kohën e vapës, të nxehtit. Edhe ka marrë vendim të përbashkët që ta ndryshojnë, të lajna në një kohë kur është agjërimi më i lehtë, gjatë pranverës. Është më shkurt, më lehtë. Edhe më pas kanë bërë ndërhyrjen e dytë edhe kanë shtuar edhe më shumë ditë në mënyrë që ta kompensojnë atë të cilën e kemi ndryshuar. Mirë po asnjëra as tjetra nuk janë të lejuara. Prandaj umeti Muhamedit alayhis salam as nuk ka tentuar të bëjë këto ndryshime,
jo rastësisht, alhamdulillah, ne kemi muajin e shtajtë Ramazanit që e agjerojmë gjatë të gjitha sfinave, duke ndryshuar prej një viti në vitin tjetër, prej disa viteve të tjera kështu me radhë. Të gjithë ne e di, e në veçanti të shtyrit në moshë, se agjerimi në të kaluarën ka qenë i vështirë, po edhe tash në këto vitet e fundit, po na lehtësohet, por edhe kemi shijuar disa prej neve edhe gjatë muajve përkatësisht ditëve të nxehta. Njëri prej dietarëve, Imam al-Qurtubi thotë: "Inna al-amal ash-shar idha 'amma sahula fi'luhu 'ala an-nufus." Një vepër e rëndë, nëse përgjithësohet, shpërndohet, lehtësohet kryerja e saj. Në ligjëratën e Hoxhës e dëgjuam se prej dobive të agjerimit është edhe përfitimet kolektive. Agjerimi muajit Ramazanit nuk është i lehtë, por nuk është edhe i papërballueshëm. Është i vështirë nganjëherë, për dikon më shumë, për dikon më pak. Mirë, po përderisa ne, alhamdulillah, agjerojmë kolektivisht, atëherë na lehtësohet kryerja e saj. Në të kundërtën, Zoti na ruaj, nëse në këtë Prishtinë tonë kishte me agjeru vetëm një person, të kishte me qenë jashtëzakonisht vështirë për të, jo për shkak të mungesës së të ushqyrit, po për shkak të mos solidarizimit me të tjerëve, nga të tjerë. Prandaj alhamdulillah agjerojmë bashkërisht edhe na lehtësohet kryerja e saj. Agjerimi tek popujt e mëparshëm, përkatësisht pagan, të cilët një historia si grekët e vjetër, populli i Spartës, apo dhe edhe persianët e vjetër. Historianët vlerësojnë se këta popull kanë agjeruar, ama në çfarë forme të agjerimit edhe me çfarë synimi. Të gjithë ne e dimë se çdo vepër të cilën njeriu, përkatësisht muslimani e vepron, gjithsesi ka probleme paraprapje me arrit deri tek objektivi, me realizu diçka. Këta popull pagan, kur kanë agjeruar, këtë fenomen të agjerimit e kanë dëgjuar prej popujve përkatësisht ymmetëve të pejgamberëve të mëparshëm. Edhe kur e kanë marrë, e kanë studiuar, e kanë luftuar, kanë marrë përfundim nga thonë është i dobishëm. Në çfarë aspekti? Me arrit qëndrueshmëri e të mos ushqyerit gjatë. Për shembull, edhe grekët e vjetër, edhe populli i Spartës, edhe persianët i kanë nxit fëmijët, adoleshentët që të agjerojnë. Po me çfarë synimi? Me synimin e forcimit fizik të trupit të tyre. Në mënyrë që ata nesër pas nesër, kur rënditën në radhët e ushtrive të tyre, të jenë të fortë fizikisht edhe të luftojnë gjatë të ditës pa hangër pa pi. Me i trajnu ata, me ushtru, me u forcu. Prandaj ky lloj agjerimi është jashtëzakonisht dallim i madh në agjerimin tonë të cilën ne e bëjmë në ymmetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Historianët bojnë me dije se edhe filozofët e tjetër, siç është fjala për Sokratin edhe Platonin, ata kanë agjeruar nga 10 vjet brenda disa muajve. E kanë vrej, e kanë jetuar, e kanë kuptuar, janë bindur se me të vërtet agjerimi është i dobishëm. Por për çka është i dobishëm sipas qasjes së tyre, i dobishëm për me forcu trupin. Edhe kanë porosit me agjeru. Pse? Sepse agjerimi ta forcon luftin, ta ndihmon, të jep shëndet më të mirë. Agjerimi ka thonë çka? Kur ti agjeron orë të tëra nuk hanë, atëherë zorët brenda pastrohen edhe ti i më i shëndetshëm. Do me thonë synimi i agjerimit të tyre ka qenë me kom i shëndetshëm në jetë. Në cilën jetë? Në jetën e kësaj dynjaje e cila është e përkashme. Mirë, por në ymmetin e Muhamedit alayhis salam, Allahu Dhul Jalal na ka treguar në ajetin të cilën e dëgjuam edhe prej Hoxhës së nderuar Allah Sadatë, kur e përmend një pjesë në fundit të ajetit, la'allakum tattaqun. Ndoshta ju do të arrini devotshmëri, ndoshta ju do të jeni të devotshëm. A thua cili është objektivi kryesor i agjerimit?
objektivi kryesor i agjerimit vëllezër të nderuar është devotshmëria me në gjuhën e popullit është në arrit rasinë e Allahut, në arrit knatësinë e Allahut. A ka pasuri më të madhe se sa Allahu me ka një knaqër me neve në përmjet agjerimit, jo nuk ka knaqës më të madhe. Prandaj apo e vrejmë vëllezër të nderuar, çfarë dallimit madh kemi ne në dyvetin e Muhamedit alayhis salam, duke i përfshi veten e pejgamberëve të mëparshëm, duke i përfshi edhe popujt e periudhave të hershme, se për çfarë kanë agjeruar ata edhe për çfarë ne agjerojmë. Vëllezër të nderuar, thelbi kryesor i agjerimit me të cilën edhe dua të përfundoj këtë ligjërat, që mos t'i marrim më tepër kohë, është edhe ruajtja dhe mbrojtja. Kuptimi gjuhësor i shprehjes të parë që mu përmendet në të njëjtin ajet me të cilën Zoti na ka urdhëruar me agjeru, është ruajtje mbrojtje. Kuptimi gjuhësor. E këtë shumë mirë na shpjegon njëri prej dietarëve të mëdhenj bashkohor prej tefsirologëve, Imam Muhammed Mutawalli Sha'rawi, Allahu mëshiroft, i cili thotë se ruajtja nëpërmjet agjerimit është ruajtje nga mëkate, gjuna. Të gjithë ne jemi dëshmitar që kemi lëshime. Dikush ka mëkate, gjunahe, lëshime, gabime, të cilat janë normale, ashtu siç thotë quhet popullit, nuk ka njeri pa kusure. Mirë pa agjerimi ty të ndihmon edhe në afru tek Allahu, edhe në arrit knatësinë e Allahut, e edhe në uruj prej gjunaheve dhe mëkateve. E ky dietar çfarë thotë? Të ruajtja nëpërmjet agjerimit dhe devotshmërisë është se si muslimani e ruan veten atëherë kur ecë në një vend, në një divan, i cili është plot me gjemba, me dhera, e largon ato dhera me një shkop në mënyrë që të mos therrët trupi, këmbët. Ashtu dhe ne e ruajmë veten tonë nëpërmjet agjerimit prej mëkateve, gjunaheve, të cilat nuk janë të pakta kudo që ne gjendemi në shoqërinë tona. Ne e falenderojmë Zotin e Madhreshëm që na ka mundësuar të bëjmë këtu në këtë vend. E falenderojmë Hoxhën e nderuar që na ka organizuar, imamin e xhamisë tonë, Allah Islamin, gjithashtu e falenderojmë edhe Hoxhën e nderuar që na ka bashkangjit, Hoxhën e Vushtrisë, përkatësisht sekretaren i Këshillit të Bashkisë Islame të Vushtrisë, Universitetin e Islamit. E falenderojmë edhe Hoxhën e nderuar që gjithherë i përgjigjet pesës së institucioneve tona që të na kënaqë me leximin e ajeteve të Kuranit. Gjithashtu e lutem Zotin e Madhëruar që ta mundson ta presim muajin e shehrit, kënaqësinë e këtij muaji të shehrit Ramazan. E lutem Allahun xhelal që ta mundsoj që nëpërmjet muajit të shehrit Ramazanit të dalim faqebar edhe të vazhdojmë në ndryshimin e jetës tonë të përditshme pas përfundimit të muajit të shehrit Ramazanit. E lutem Zotin e Madhëruar që të na mundsoj të shijojmë dhe të shfrytëzojmë nëpërmjet leximit të Kuranit, nëpërmjet leximit të librave fetar, nëpërmjet prezantimit nëpër ligjërata fetare, edhe nëpërmjet këshillave të cilat ne i dëgjojmë gjithherë në xullarëve të vendit tonë. Zoti ju shpërblet të gjithëve.